Selam aleikum, të nderuar shikues të podcastit të Muftinisë të Tetovës. Ashtu siç edhe tashmë e dini, podcasti është një risi e re gjatë këtij Ramazani, mirë po nuk përfundoi me muajin e Ramazanit. Por I fillojmë përsëri me podcastin e Muftinisë të Tetovës që do të zhvillohet çdo javë, çdo të njëjtë, do të transmetohet në televizionin Koha dhe në faqet zyrtare të Muftinisë të Tetovës në Facebook. Ky podcast motën e ka ndryshe nga I Ramazanit, por qëllimin e ka të njëjtë, që shërbej besimtarëve me ligjërata të ndryshme nga hoxhallar të ndryshëm të rajonit tonë. Këtë podcast e kemi titulluar Mesazhi Islame. Nga vetë emri ne kuptojmë se çdo të njëjtë tashmë besimtarët do të mund të ndjekin mesazhe të ndryshme islame nga hoxhallar të ndryshëm. Këtë podcast do ta fillojmë me kreun e besimtarëve të Tetovës, muftiun e Muftinisë të Tetovës, Hafiz Doktor Selver Efendi Xhemaili. Selam aleikum, mufti I nderuar dhe mirëserdhët. Wa aleikum selam për juve dhe për gjithë teleshikuesit dhe faleminderit për organizimin dhe udhëheqjen e këtyre programeve me shpresë që do të jenë të dobishme për të gjithë dëgjuesit dhe për të gjithë besimtarët. Inshallah, Allahu amin. Faleminderit edhe juve që jeni përkrahas këtyre organizimeve. Të nderuar shikues, me që është edhe koha e haxhit, pyetjet më të shumta që vjen gjatë kësaj periudhe është çka është haxhi, cilat janë kushtet e tij. E kështu me radhë, pyetje të ndryshme të cilat I kemi ruajtur sot për t'ia bërë muftiu të nderuar. Mufti I nderuar, me që është edhe koha e haxhit, afrohet haxhi, çka përfaqëson haxhi në Islam? A është fars, vajib apo cilat janë obligimet që I ka një besimtar gjatë haxhit? Pse konsiderohet një prej shtyllave kryesore të tij dhe cilat janë argumentet fetare që e bëjnë të obligueshëm këtë ibadet, këtë adhurim? Padyshim që haxhi është njëri ndër ibadetet kryesore në fenë islame dhe përfaqëson njëri ndër farzet, gjithsesi ibadetet që janë fars, obligim, dhe siç e dim nga literatura e fesë islame, çdo një lloj ibadeti që është fars është I obliguar nga fjala e Allahut xhalla shanuhu, gjithsesi me urdhër të Zotit nëpërmjet të ajeteve të Kur'anit fisnik. Kështu që ibadeti I haxhit është në mesin e 5 shtyllave, pra siç rënditen duke filluar me shahadetin, me namazin, me agjërimin e Ramazanit, me zeqatin, pra edhe e pesta është kryerja e haxhit për ata të cilët kanë mundësi materiale dhe kanë mundësi shëndetësore. Normalisht, për të qenë fars, që të thamë edhe pak më para, duhet të sjellim argumentet nga fjala e Zotit xhaleshanu, pra Kur'ani fisnik, dhe normalisht pastaj është edhe shpjegimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që komentojnë apo shpjegojnë, shpalosin në mënyrë më të qartë ato që është urdhëruar në Kur'anin fisnik. Ka në Kur'anin famulart disa ajete që flasin për haxhin, jo vetëm një, po ka disa ajete, po sa për të sjellë si argument në formë urdhërore, thot Allahu fuqiplot wa yatimul hajja wal umrata lillah, pra kryene haxhin edhe umren për rizan apo për kënaqësinë e Allahut xhaleshanu, thjesht për hir të Allahut fuqiplot. Prandaj, kur e shfletojmë Kur'anin fisnik, e shohim që Allahu fuqiplot ka urdhëruar kryerjen e haxhit, na ka shpjeguar edhe format ose brenda haxhit, cilat parime, cilat kushte, cilat sharte duhet të realizohen. Prandaj në pyetjen tuaj se është haxhi fars, vajib apo në aspektin juridik islam, cilat nga këto kategori mund të themi haxhi është një obligim fetar, është fars për ata besimtarë të cilët I plotësojnë kushtet që theksohen pak më lart. Pra, jo për të gjithë besimtarët është obligim, por për ata të cilët kanë mundësi materiale të udhtojnë deri në Kabe dhe njëkohësisht edhe të kenë lënë furnizim për familjen këtu në vendlindje. Dhe kushti I dytë që të ketë mundësitë shëndetësore që të mundet të udhtoje. Por të kjo kushti I dytë, në qoftë se I mungojnë kushtet shëndetësore, ndërsa kushtet materiale I plotëson,
ka një alternativë, ka mundësi që të autorizojë dikon që ta krije haxhin në vend të tij, ndryshe siç thuhet në literaturën e fesë islame, të caktojë një bedel. Dhe pasi që të plotësohen këto kushte, besimtari në sezonën, do me thonë në vitin në të cilën i bëhet obligim, e ka përbosh ta realizojë, ta kryejë këtë ibadet. Dhe brenda pastaj, brenda këtij institucioni, ose ndryshe thonë, brenda këtij ibadeti, ekzistojnë kushte ose gjëra të cilat janë fars, gjëra të cilat janë vajxhib, gjëra të cilat janë sunnet, mustahab e kështu me radhë. Por nëse do themi një definicion se çka është haxhi, duke i ndërlidhur me pyetjen tuaj, haxhi është një obligim nga ana e Allahut fuqiplot, i cili kryhet në vende të caktuara, pra siç është Qabja, Arafati, në kohë të caktuar, pra i ka ditët e caktuara që fillon me jomu tervije që quhet ditët para Kurban Bajramit dhe vazhdon deri në ditën e 4 të Bajramit, dhe në mënyrat edhe e caktuara. Pra ka shtyllat brenda vetes që duhet të realizohen. Prandaj në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mënyra të ndryshme shpjegohen kushtet edhe mënyrat edhe format se si duhet të realizohet ky ibadet, normalisht edhe që paralajmërohet edhe shpërblimi edhe dhurata nga ana e Allahut fuqiplot që parashifet nëse realizohet si duhet ky ibadet. Vetëm një hadith po që se ritheksojmë këtu përpara juve, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Haxhi nuk ka shpërblim tjetër, pra nëse do kryhet si duhet, për rizat Zotit, me të gjitha kushtet, shartet, parakushtet, shpërblimi i tij është xhenneti. Tash, nëse pak do ndërlidhemi me cilat janë obligimet që, ose ndryshe thon, farzet e haxhit, që kjo shtyll, ky ibadet të realizohet dhe të shpresohet se është i pranueshëm te Zoti xhallashanuhu, ka disa shtylla kryesore që quhen farzet e haxhit, ne i themi në literaturën e fesë islame, edhe ajo është niyeti, faktikisht veshja e ihrameve, bashkarisht me niyetin, veshja e ihramit e përcakton dhe bërja e niyetit e përcakton veprimtarinë se çfarë duhet të ndodh. Pra ihrami, në momentin kur e vesh ihramin haxhiu dhe bën niyetin për ta bë haxhin, duke theksuar që për rizat Zotit dhe për hir të Allahut fuqiplot e realizon këtë ibadet, pastaj është edhe shtyllë kryesore tavafi rreth Ka'bes, ndryshe thon tavaful ifade, tavafi që është fars, është obligim, 7 herë duke u rrotulluar rreth Ka'bes dhe pastaj vazhdon me rituale tjera, edhe në veçantë është qëndrimi në Arafat. Këto janë farzet e haxhit, që qëndrimi në Arafat qëndrohet gjatë ditës së Arifet, duke filluar nga lindja e diellit deri në perëndimin e diellit dhe pastaj udhtohet për në Muzdelife, pra për të vazhduar me realizimin e kushteve të tjera. Por me këto tre shartë, me këto tre kushte, realizohen farzet e haxhit. Të gjitha, pra, siç theksuam, kanë simbolikën e vet, të gjitha ritualet e haxhit, me një farë aspekti ka urtësinë e vet, kanë simbolikën e vet. Për shembull, me veshjen e ihramit, në ngërthen edhe një simbolike dhe ihrami, me që është një tesh që përbohet prej 2 pjesëve, dhe fare nuk i ngjan teshave të përditshme dhe të zakonshme, dhe kur veshesh me ihrame, sikur del prej, ta them kështu, del prej kësaj bote, krejtësisht ke një orientim, ke një nijet që dëshiron t'i afrohesh Allahut fuqiplot edhe më tepër. Është një knatësi që vetëm ato që e kanë shiju e dinë. Është përjetim normalisht, me fjalë është pak dhe vështirë të shpjegohet, është krejtësisht përjetim i veçantë, dhe veshje në atë formë, duke rrëzuar të gjitha llojet e epiteteve, gradave, titujve, të gjithë të barabartë, me ngjyrë të bardhë,
por që simbolizon edhe qiltërsinë edhe bardhësinë edhe pastërtinë nga që synon të pastrohemi nga mëkatet, nga gjunahet. Pra ka këtë simbolik, por në veçanti ka simbolikën e që veshim të gjithë me një tezhë dhe jemi të barabartë përpara Zotit Xheleshanu. Pa më parasysh cilët janë postet që kemi në këtë botë, pa më parasysh pozitat që kemi përpara njerëzve. Ihrami është një simbolik që na tregon se përpara Allahut të gjithë jemi të njëjtë. Të gjithë jemi të barabartë. Zatën edhe pastaj vazhdojnë edhe kushtet tjera duke i realizuar për shembull rrotullimi rreth Ka'bes, të gjithë të barabartë rreth një qëllimi dhe me një farë mënyrë him në atë lëvizjen, ta them kështu, kozmike, me që të gjitha trupat qiellore kanë një lloj rrotullimi, të gjitha krijesat e Zotit Xheleshanu kanë një lëvizje që ndoshta pa vetdije, por njeriu me vetdije futet në atë harmoninë e lëvizjeve kozmike. Dhe pastaj normalisht qëndrimi në Arafat, në një fushë të mbledhur të gjithë haxhit në një vend dhe të veshur me ihrame, sigur paraqitet ajo skena e ditës së gjykimit, të dalë para Allahut fuqiplot dhe ka simbolikën e mëshirës, me që sipas hadithit të pejgamberit selam theksohet që duat pranohen edhe më tepër gjatë qëndrimit në Arafat. Do të thonë kjo pjesa e Arafatit ishte interesante për arsye se pikërisht ashtu siç e përshkruat edhe ju, sikur të gjithë kemi dalë, do të thonë atë ditë, ngjason se atë ditë kur dalim për Allahu xhashanu për don llogari. Inshallah të gjithë ata të cilët shkojnë ta shijojnë këtë moment dhe të tjerëve Allahu xhashanu t'u mundson. Me të nderuar, përveç kushteve që i theksuat apo sharteve të haxhit, ka edhe disa sharte të tjera. A mund na përmendni disa prej tyre? Unë nuk duhet të ndalem shumë te në aspektin e fikut që janë njësër konditash, po besoj që çdo grup haxhish i prin një hoç dhe më në detaje, edhe gjatë praktikës, gjatë realizimit, më shpjegojnë edhe më në detaje, por kur jemi te këto farzet e haxhit, shpeshherë ndoshta edhe nuk e gjejmë literaturë, po do të thoja janë edhe një 3 kushte që çdo haxhi nëse merr parasysh ato dhe e ka përgatitjen në atë formë, besoj që më lehtë edhe më bukur dhe në mënyrë më të këndshme e kryen këtë ibadet. Cilët janë? Më thonë, për ta kryer haxhin më kollaj, më mirë, është kushti i parë është dituria. Më thonë, ta di se si realizohet ky ibadet. Ndodh që nga të gjithë haxhit që udhtojnë atje, mos kenë njohuri të bollshme dhe të mjaftueshme për të realizuar këtë ibadet, por prandaj organizatori, në rastin konkret Bashkia Fetare Islame, çdo 30 haxhi cakton nga një udhëheqës, nga një hoç, që këtë kusht ta realizojë në formën më të mirë, pra cilën ta përmbusht aspektin e diturisë edhe dijes se në çfarë forme realizohet ky ibadet. Me që ka shumë rregulla, ka shumë parime, çdo grup haxhish e ka një udhëheqës që do t'i shpjegojë. E dyta, përpos diturisë, është vetëdia. Do me thonë, haxhiu të jetë i vetëdijshëm se çfarë realizon dhe për kë e realizon. Në qoftë se dituria në i përgjigjet pyetjes si realizohet, vetëdia merret me çështjen pse e realizojmë këtë ibadet. Dhe normalisht nëse këtu jemi të vetëdijshëm se këtë adhurim e realizojmë për t'u afruar edhe më tepër te Zoti, për të përfituar moralisht, për t'u ngritur shpirtërisht, atëherë gjatë kryerjes së këtij adhurimi haxhiu nuk e ka gajle se do përfitoje apo do duket apo do reklamohet, pse? Për arsye se është i vetëdijshëm se këtë adhurim e bën vetëm për Allahun xhaleshanu. E dim pse ka shkuar atje. Dhe e treta, pra krahas diturisë, vetëdijes, është edhe kusht dashuria. Dashuria për të shenjtën, dashuria për Ka'ben, dashuria për Zotin xhaleshanu, dhe në qoftë se duke marrë parasysh këtë
elementin e fundit, pra të gjitha lëvizjet që i bën haxhiu gjatë kryerjes së haxhit, është i mbushur me dashuri për Ka'ben, për Zotin, për të shenjtën, për njerëzoren, atëherë besoni që shumë më kollaj e realizon, nuk i pengon kallaballëku, nuk i pengon temperatura, nuk i pengon vonesa, për arsye se në një lëvizje siç është kryerja e haxhit, ku lëvizin 2 milion, 3 milion njerëz në të njëjtën kohë, normalisht që ko pas kohë ka nevojë për të jesh i durueshëm, i qëndrueshëm, sabërli e kështu me radhë, por nëse me elementin e dashurisë në zemër i këtij ibadeti, besoni që është edhe më lehtësues, edhe më bukur kalohet. Mufti nderuar, çka është urtësia e haxhit? Objektivi, qëllimi i haxhit dhe si kur kthehen besimtarët, flas edhe nga provoja juaj edhe nga imja, vret një dallim të haxhit, vret një provojë ndryshe që e kanë përjetuar atje, një sjellje tjetër, sikur e pjesa shpirtërore është ushqyer gjatë haxhit. Çfarë urtësie ka haxhi? Mendoj që çdo një lloj ibadeti, mësimin e fesë islame, ka objektivat, ka synimet, pse është bërë obligim, pse Allahu fuqiplot e ka urdhëruar të kryhet, edhe njashtu edhe haxhi. Dhe nëse do të analizojmë ibadetet në përgjithësi, do ta shohim që në shumicën e ibadeteve theksohet në Kur'anin fisnik që ibadetet janë bë obligim, janë bë farz, që njeriu të bëhet më i devotshëm, të bëhet më takva, që nënkupton më i njerëzishëm, më i vetëdijshëm për Zotin. Dhe po që se analizojmë obligueshmërinë e namazit, obligueshmërinë e agjerimit, të kurbanit, të haxhit e kështu me radhë, do të shohim që në ajetet e Kuranit, po edhe në fjalët e pejgamberit selam, çështja ndërlidhet me atë që synon që njeriu ta bëjë më të njerëzishëm, më të devotshëm, më të takva, më të vetëdijshëm për Zotin e kështu me radhë. Shikoni në për haxhin kur flet Kurani, thot wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Thot përgatituni për haxh, normalisht këto aspekte pak më lartë që i theksu, përgatitje të ndryshme materiale, udhëtimi, ajo kjo, të gjitha ato përgatitjet po, por thot përgatitja më e mirë është devotshmëria. Dhe kjo është edhe në fakt synimi edhe objektiva e këtij ibadeti që synon të mbjellë të besimtari cilësitë e bukura dhe të larta të moralit islam. Pra të bëjë më të njerëzishëm, më të takva, më të devotshëm. Për arsye se qëndrimi në Bejtullah, qëndrimi në vendet ku ka startu dini i Allahu xhaleshanuhu, futja në psikologjinë se ecë në për vendet, në për hapat ku pejgamberlërët, duke filluar nga Hazreti Ibrahimi dhe deri te Muhamedi alayhis salam, kanë lëvizur, kanë shkelur, të bartë në një botë në zinxhirin e pejgamberëve dhe historitë e tyre. Dhe ajo e bën ndikimin e vet shpirtëror te personaliteti i besimtarit. Dhe veçanti ato që theksuam pak më lart, qëndrimi në Arafat ku je në një tablo, ta themi kështu, sikur skena e ditës së gjykimit bartet më herët dhe nëse mund ta theksoj kështu, sikur një pjesë të asaj, reklamën e asaj ke mundësi ta shohësh se si mund duket në ditën e gjykimit, e bën besimtarin më të vetëdijshëm dhe më të vëmendshëm që në jetën e vet të kujdeset për moralin islam dhe për virtytet njerëzore që duhet t'i ketë një besimtar si musliman. Prandaj jashtëzakonisht është e pritshme dhe ajo që synohet edhe ajo që pritet që besimtari i cili kryen këtë adhurim, pra kryerjen e haxhit, kur të kthehet, padyshim që pritet që të ndryshojë në aspekt pozitiv. Në qoftë se para se të shkojë në haxh ka pas ndonjë vesë jo të këndshëm për karakterin dhe moralin e muslimanit, ai kur të kthehet nga haxhi, me që
ka shkelur në vendet e shenjta, ka përjetuar të gjitha këto momente që i theksu, ai patjetër duhet të ndryshojë. Duhet të ndryshojë në aspekt pozitiv, karakter, në moral, pra disa nga veset e këqija duhet t'i kishte braktisur, duhet t'i kishte lënë jashtë kufinit. Pse? Për arsye se ka qenë momenti të qëndrojë në Arafat, të bëje tauba, të kërkoje falje nga Allahu fuqiplot për gjërat në të kaluarën që s'kan qenë të mira, të hishme, të këndshme, ka pas mundësi të drejtohet Zotit Xhaleshanu me lutje, me dua, ka bërë tauba dhe tani ata që theksuan pak më lart se shpërblimi kryesori i haxhit është xheneti dhe xheneti normalisht nuk pranon pastaj njerëz me leqe dhe njerëz të cilët e thinë tauben dhe pendimin në çdo hap e çdo minutë. Prandaj kërkohet një vendosmëri nga haxhiu që pasi të kthehet nga haxhi edhe të jetë edhe më i drojtur, edhe më i mbrojtur. Një musliman, një besimtar, qoftë para haxhit, qoftë mbas haxhit, ai nuk është e hishme të merret me punë të këqija dhe gjunahe, por në veçanti, pasi që ka shkel në vendet e shenjta, do të jetë edhe më i kujdesshëm dhe normalisht do të ndryshojë. Në fakt, ndryshimi pas kohës së haxhit është një argument, është një argument që një vull që tregon se haxhin e ka të pranuar. Për arsye se këtë efekt do të jap, edhe qëllimi edhe synimi objektiva kjo është që të ndryshojmë në kursin ton ditor nga ajo që kemi qenë para haxhit. Edhe pse njeriu shpesh akuzon shejtanin e mallkuar për veprat që i bën, çdo ditë domethënë ka shansin që me namaz apo me agjerime kështu më radh ta godas me një fjalë shejtanin, ndërsa në haxh i vjen domethënë ai pjesa simbolike e gjuajtjes së gurëve, vjen edhe shansi fizik që edhe aty të paktën një mllef ta largon nga vetvetja e tij. Nderuar mufti, sa i përket procedurës së haxhit, është një pyetje që besimtarët zakonisht e bëjnë kur afrohen këto ditët e para haxhit. Ku kanë bërë procedurat, kur fillojnë haxhit, sa haxhi ka, tetova, e kështu me radhë. Po, procedurat për përgatitje për haxh, ta themi kështu, kanë filluar që nga viti i kaluar, domethënë fillimi i regjistrimeve dhe para përgatitja e listave dhe numrit të haxhive që do udhtojnë, por tash jemi në një fazë që të gjithë haxhit vizat hyrëse për në Arabinë Saudite, domethënë vizën e haxhit e kanë të marrë, jemi në procedurë, tani jemi duke po ecë procedura e vakcinimit të haxhive, për arsye se është kusht vakcinimi i haxhive që do udhtojnë në Mekë. Para përgatitjet tjera pothuajse të gjitha janë të gatshme. Parashojmë që ta kemi një takim me të gjithë haxhit, pra një lloj seminari që do bëhen shpjegime më në detaje për mënyrën e udhëtimit dhe qëndrimit edhe çka ka nevojë të përgatitin më thukt, ku do kenë mundësi edhe nga hoxhallarët, edhe nga udhëheqësit profesional të marrin haxhit shpjegime, por edhe nga ekipi mjekësor dhe pritet që në datat 17, 18, 19 maj edhe të realizohen fluturimet e haxhilerëve nga Tetova. Gjithsej nga Maqedonia e Veriut udhtojnë 2020 haxhi bashkë me personelin mjekësor dhe udhëheqësit profesional, pra hoxhallarët, kurse nga Tetova, gjithsej numri i përgjithshëm është 465 kandidat për në haxh, përfshi pra edhe ekipin mjekësor edhe hoxhallarët. Mendoj që deri tani procedurat kanë rrjedh pa ndonjë pengesë, pa ndonjë problem. Çdo 30 haxhi parashifet të kenë një udhëheqës që në mënyrë më të lehtë dhe më praktike të realizohet ky ibadet. Shpresojmë, lutim Allahun fuqiplot që gjithçka inshallah shkon mbare mirë. Amin inshallah. Dhe kthehen haxhit me një haxh të pranuar, shëndoshë mirë dhe kthehen në vendlindje. Faleminderit. Mufti, me që po i afrohemi fundit të këtij podcasti, kësaj interviste,
Për në fund a keni të shtoni diçka rreth kësaj teme apo cili është mesazhi juaj për besimtarët, për haxhinët? Unë shfrytëzoj momentin që nëpërmjet kësaj interviste të porosis agjilerët që ato që theksuam edhe pak më para është shumë e rëndësishme që para përgatitja edhe aspektin material, po edhe shpirtëror, të kemi parasysh që udhtojmë me në një organizim që ka të bëje 2-3 milion banor njerëz shkojnë për të njëjtin qëllim dhe shkojmë në një klimë ndryshe, shkojmë në një kontinent ndryshe nga ne këtu dhe të gjithë njerëzit që shkojnë atje shkojnë po për të njëjtin qëllim dhe të jemi të përgatitur edhe në aspektin psiqik se kemi të bëjmë me një organizim shumë të madh dhe ajo që është shumë e rëndësishme që cilësinë e durimit ta shtojmë edhe më tepër për arsye se nuk jemi vetëm atje dhe ka nevojë kohë pas kohë të jemi durimtar, të vëmendshëm, të kujdesshëm dhe normalisht në këtë periudhë tani në këto ditët para se të udhtojmë është e rëndësishme që të lexohet edhe ndonjë literaturë në lidhje me haxhin, për formën se si bëhet edhe vlerat edhe mësimet e haxhit, por mos pritet vetëm thjesht nga legjeratat e hoxhallarëve, ka mundësi tani kemi literaturë edhe në gjuhën shqipe. Pra ndryshe thonë, të ketë një parapregaditje edhe profesionale, edhe në aspektin shpirtëror dhe psiqik dhe shpresojmë inshallah që do realizohet në formën më të mirë dhe më të bukur. Falënderuar, Allahu xhaleshanu ju shpërbleft për këtë shpjegim të këtij procesi. Lutem Allahun xhaleshanu që gjithçka të shkojë mbarë mirë deri në fund dhe të gjithë kthehej me hashtë pranore inshallah. Amin. Faleminderit që ishi pjesë e këtij podcasti. Allahu xhaleshanu ju shpërbleft. Amin. Faleminderit edhe ju. Të nderuar shikues, e sidomos ju të dashur në jetë li për haxh. Haxhi nuk është thjesht një obligim, por është një ilaç shpirtëror. Nuk është diçka e cila mund të përshkruhet, por është diçka e cila vetëm ndihet. Sado që të mundoheni ta përshkruani, nuk e përshkruani dot. Andaj kur të shkoni atje, luteni Allahun xhaleshanu për të gjithë ata të cilët nuk janë më në mesin tonë, luteni Allahun xhaleshanu për të gjithë besimtarët. E kur të shkoni atje, përveç duave, lutjeve dhe namazit, mbani një mend ato 3 këshilla të cilat i ceku edhe muftiu në fillim, të kemi dije të dim për haxhin, të kemi vetëdije, të jemi të vetëdijshëm se pse kemi shkuar atje dhe të kemi dashurinë ndaj këtij obligimi që Allahu xhaleshanu na ka dhënë neve. Atje e kemi shansin që ta godasim shejtanin ashtu siç të gjithë ne e dim, por nuk përfundon lufta aty. Ne çdo ditë duhet të godasim shejtanin që e kemi me vete. Ne çdo ditë duhet të godasim egon ton kur vjen në pyetje vëllau jon, kur vjen në pyetje Islami, kur vjen në pyetje muslimanët, ne çdo ditë duhet të godasim dëshirat tona kur vjen në pyetje përballë urdhrave të Allahu xhaleshanu. Të gjithë ata të cilët janë në jetli për haxh këtë vit, lutim Allahun që Allahu t'u pranon haxhin e tyre dhe të kthehen me haxh të pranuar. Të gjithë ata të cilët nuk kishin mundësi të shkojnë këtë vit, lutim Allahun që t'u mundson që të shkojnë vitet e tjera. Deri në javën e ardhshme në podcastin e ardhshëm, ju lutem në mëshirën e Allahu xhaleshanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.